Flasim pak për përplasjen e re mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa prej aleatëve europian në NATO dhe kjo lidhet me Grenlandën. Gjermania duket se është më kundërshtuesja ndaj qasjes së re të Donald Trump, i cili ka paralajmëruar se duke nisur nga muaji i shkurt të gjithë aleatët europian të NATO-s, të cilët kundërshtojnë marrjen e Grenlandës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të përballen me tarifa prej 10%. Për këtë do të flasim në vim, duke u ndalur pikërisht në ato çfarë diskutohet në Gjermani dhe në Britani të Madhe. Kam në lidhje të drejt për drejt Zenulla Jakupin nga Berlini dhe Daniel Nikolën nga Londra. Zenulla, Daniel, faleminderit shumë që jeni sot me ne. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë, Zenulla, çfarë thuhet në Gjermani? Si e ka pritur Gjermania qasjen e Donald Trumpit për tarifa? Po, reagimi i Gjermanisë ndaj masave dhe kërcënimeve të Donald Trump mbi Grenlandën është përshkruar në mënyrë të qartë nga zyrtar gjerman, përpjekje pra më tepër të themi për një koordinim me partnerët e saj evropian, dhe nuk ka patër një, si të them, një qëndrim shumë të ashpër. Zavendës kancelari Lars Klingbeil i SPD-s ka dhënë pra një reagim ku ka thënë se duhet të shtrim dorën e bashkëpunimit SBA-ve, por në këtë rrugtim nuk mund ta bëjmë këtë që ka propozuar Donald Trump. Mbrëm po ashtu zavendës kancelari, domethënë siç e thash, ka thënë se Merz është duke përpiluar një strategji dhe për këtë do të dalim me hapa konkret në ditën e vitim. Pra, politika e qeverisë gjermane është të themi e koordinuar, jo aq e ashpër, dhe kjo pas se Merz nuk reagoi, pra si që dim ditët e kaluara, si shefa tjerë të shteteve duke thënë se arrestimi për shembull i Madurës ishte shkelje të drejtës ndërkombëtare, por ai tha se kjo tema është shumë komplekse dhe nuk deshi të prononcojë. Kjo lën që domethënë të kuptohet se ka një qëndrim më të butë. Ashtu ndodhi në heshtje edhe kthimi i ushtarëve gjerman nga Grenlanda, pra mbrëm janë kthyer aeroplani ushtarak me 13 ose deri në 15 ushtarë të Bundeswehrit. Plani ishte të qëndronin vetëm 48 orë, pra ishte dërguar për çështje të kundërzbulimit dhe eksplorimit të gjendjes në terren dhe si akt simbolik siç ishin bërë edhe nga shtetet tjera, pra nga Danimarka, Franca dhe Holanda, por ushtarët u kthyen dhe nuk është dhënë asnjë deklaratë nga qeveria gjermane pse u bë kthimi kaq i shpejt, pra pa buj shumë, domethënë u bë në heshtje dhe qeveria gjermane thekson pra si thash koordinimin evropian përmes zëdhënësit po ashtu edhe përmes zëdhënësit Cornelius ka deklaruar se Berlini ka marrë në shqyrtim deklaratat e presidentit amerikan dhe po punon ngushtë me vende tjera të BE-s për të vendosur një përgjigje të koordinuar ndaj kërcënimit me tarifa të SBA-s, dhe sipas të qendrimit Gjermania nuk do të veprojë e izoluar, por së bashku me partnerët e saj evropian për të vendosur, domethënë për të bërë një vendim shumë të duhur që i përshtatet edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë, por duket se kundërshtimet kryesore ose njeriu që ka qenë më i zëshëm është ministri i jashtëm, i cili madje paralajmëroi se edhe një marrëveshje e tregtisë së lirë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimit Evropian nuk do të miratohet tani. Një tjetër deputet i CDU-s tha se mund të mos të anullojmë zhvillimin e Kupës së Botës në Shtetet e Bashkuara, e ndërkohë Weber, kreu i grupit më të madh parlamentar të EPP-s në Parlamentin Evropian, po kështu ishte mjaft kritik, edhe ai vjen nga rradhët e CDU-CSU. Po shiko, për shembull, vërtet duhet të thënë që Evropa nuk mund tani në këtë fazë ta kundërshtoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse të themi edhe pse pati zëra dhe po ka zëra që Evropa të reagoj vetëm bërthama e Evropës, domethënë shtetet më të forta siç janë Gjermania, Franca, Holanda, Finlanda. Mirë po për këtë duhet vërtet kjo kohë shumë e shkurtër dhe nuk mund të ketë një koordinim. Evropa duhet ta kuptojë, me thënë se Trump nuk është një devijim i përkohshëm, por
simptome një ndryshimi në të më i thellë në shoqërinë dhe në politikën amerikane. Pra këtu e kuptohet se skepticizëm ka ndaj SBA-ve, nga institucionet ndërkombëtare, sidomos nga BE-a, por domethënë patjetër që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të gjejnë mbështetje sepse Grenlanda vërtet ka qenë nga viti 1952 zonë dhe sfere e Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe qëllimi është jo që ta aneksoj, qëllimi është që vërtet që të shtri domethënë ndikimin e saj sepse edhe Kina dhe Rusia, faktikisht Kina veç ka filluar me ndërtimin e limanit atje të portit, edhe kështu që kjo është domethënë siç komentohet edhe nga ekspertët gjermanë të cilët bëjnë domethënë korrespondenturë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, është thënë se në këtë plan Shtetet Bashkuara të Amerikës janë vënuar dhe se edhe pse çmimi do të jetë nëse investohet aty nuk bëhet fjalë për një aneksim ushtarak, mirë po vërtet kjo do të jetë si një fushë më tepër si një investim ku Shtetet Bashkuara të Amerikës do të investojnë diku siç është parapar 700 miliardë. Dhe kjo është një politikë që vërtet ju shkon për shtatë edhe shteteve të Bashkimit Evropian dhe kurse siç po tentohet të krijohet një ndarje mes SBA-s dhe BE-s, edhe pse ka skepticizëm edhe se ka kundërshtime, mirë po gjithsesi më mirë i bjen evropianëve që ta gjejnë një gjuhë të përbashkët, siç e ka tani edhe kancelar se në asnjë mënyrë nuk po e kundërshton, siç thatë ju, por vërtet po i përshtatet kësaj politike të Donald Trump. E kuptoj. Mirë. Daniel, çfarë ndodh tek aleati kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës?